dëgjuar që diella është atzën dhe është atzën me 83 foshnja bazuar në ekografinë e fundit. Kësaj na duhet që të presim që të lind këta 83 bebe dhe ndërkohë dua t'ju them diçka që nuk është diskutuar shumë, që jemi i vetmi vend në këtë proces që kemi përdorur inteligjencën artificiale në transferimin e akik komunitar në korpusin ton ligjor, duke e bërë procesin më të shpejt ndonjëherë, jo vetëm sa i takon përkthimit, por edhe analizimit të ndikimit dhe hartimit e përgatitjes së të gjithë paketave ligjore për të miratuar në parlament. Kështu që po përpiqemi të vrapojmë sa më shumë që është e mundur, e që ta hedhim hapa të mëdhenj sa më shumë që të mundur, duke përdorur teknologjinë inteligjencën artificiale, por pa harruar kurrë se vendi ynë në Europë së pari e mbi të gjitha është i merituar, sepse Europa ka vendin më të mirë në zemrën e popullit shqiptar, diçka që tjerët nuk e pretendojnë. Zotë kryeministër, për të njëherë këtë pyetje, a mendoni që Brukseli mund të përdorë një komisioner të inteligjencës artificiale? Nuk më takon mua t'i them Brukselit ç'të bëj, por sigurisht do të isha shumë e lumtur ta prezantoja diellën me këdo nga ana e BE-s që do të prezantohet si komisionere inteligjencës artificiale apo si një teknokrat